Punonjës të qytetit të Durrësit me 1 maj kanë organizuar protestë për kushtet e vështira të punës, pagesat e ulta, si dhe kushtet e tjera të vështira të banorëve të qytetit. Në këtë protestë, oratorët kanë rënditur shumë problematika të gjendjes së rënduar ekonomike e politike. Jemi këtu në sheshin Selaniku, përka trenit, pikërisht për arsyen sepse është në hyrje qytetit Durrësit, punëtorët të ndryshëm vërshojnë dhe vjapojnë në vendet e punës. Jemi këtu mbi të gjitha sepse të jesh punëtor në qytetin e Durrësit është gjithmonë edhe më e vështirë. Është më e vështirë në aspektin e shërbimeve publike, është më e vështirë në aspektin e transportit, është më e vështirë në aspektin e arsimimit, është më e vështirë në aspektin e shëndetësisë, më e vështirë në aspektin e qerave, të gjitha të cilat janë duke u rritur. Ti jesh punëtor në qytetin e Durrësit nuk është një luks, përkundrazi, është një mjerim i cili është duke na skllavëruar gjithmonë edhe më shumë. Jemi këtu për të protestuar dhe për kërkuar të gjitha këto drejta, të drejta qytetare, urbane, por njëkohësisht edhe të punëtorëve, të cilët kanë bërë me sigurinë dhe garancinë e jetës tyre. Punëtori shqiptar është i vetëm, pa sindakat, pa mbrojtje, pa zë, punon shumë dhe jeton keq. Hesht nga frika. Kjo është padrejtësi. Ne kërkojmë paga dinjitoze, sigurinë në punë, sindakat që mundojnë. Mjaftë, nuk vazhdohet kështu. Koha e heshtjes mbaroi. Punëtori kërkon dinjitet dhe jo lëmosh. Kjo e sotshme nuk është vetëm protestë për të na kujtuar se si shkelin të drejtat e punëtorëve çdo ditë, por është e parapunës për të na kujtuar se si nënat dhe vajzat që punojnë në fasoneri, ku kërkojnë të drejta sociale, akoma sot nuk i jepen këto të drejta, por kërkohet se si të zhvillësohet. Kemi baballarët edhe djemt tanë që punojnë në ndërtim në përskelat e oligarkisë dhe rezorteve, ku vdesin dhe akoma sot mes parëve të pista nuk ka një të drejtas për ta. Jemi me studentëve që studentët akoma sot nuk kanë një qasë të studiojnë për ideale dhe dëshire, sepse në vendin tonë këto dëshire nuk ekzistojnë më, por studiojnë për gjetur një vend punë dhe mbasi edhe patronazhizmit. 1 maj do të na kujtojë që nuk ka vetëm shkelje të njëpasnjëshme me vendin e punës, ka edhe shkelje në jetën e përditshme, nga politika, nga socialiteti dhe nga sarsimi. Protesta sporadike janë zhvilluar dhe në disa zona të tjera të qytetit.